Mandi i Shtullës është nga të paktët këngëtarë që këndon live kudo që shkon dhe ditë ndezi atmosferën. Zërin e ka dhurat nga Zoti dhe dihet që kur e merr Mandi në dasëm, një gjë është e sigurt, të gjithë të ftuarit do qëndrojnë në pistë duke kërcyer. Gjithsesi, Mandi vazhdon të surprizojë publikun, jo vetëm me këngët e tij, por edhe me rrëfimet e jetës së tij private. Pas deklaratave të bujshme, ai ka bërë të ditur se është baba i një skuadre të plot futbolli. Ai ka 12 fëmijë, por surpriza nuk mbaron këtu. Mandi ka rrëfyer se në jetën e tij ka pasur 5 gra, 1 me letra dhe 4 pa letra. Kam 4 gra pa letra, ka thënë ai. Pra, nëse dikush mendon se vetëm filmat turq kanë skena me hareme dhe surpriza familjare, duket se Mandi e ka kthyer këtë në realitetin shqiptar, me shumë dashuri, shumë përgjegjësi dhe pse jo, edhe me nota humori. Me këtë ritëm, fëmijët e Mandit mund të krijojnë lehtësisht një festival këngësh në familje dhe ndoshta edhe një ekip futbolli. Por si ja del këngëtari që mes koncerteve, udhëtimeve dhe angazhimeve muzikore të mbajë ritmin e një familje me kaq shumë fëmijë, për më tepër edhe me 5 gra. Ai thosë se kur diçka do ta bësh, e gjen kohën patjetër dhe për më tepër fëmijëve të tij nuk i mungon asgjë, sepse ai punon dhe i plotson, jo vetëm nevojat, por edhe dëshirat që ato kanë. Mandi është një personazh i rrallë që i jep showbizit shqiptar gjithmonë një lajm të freskët dhe të pamundur për t'u shpërfillur, dhe ndoshta me këtë ritëm fëmijët e tij do të kenë mundësi të organizojnë një festival familjar, ku babai do të jetë i vetmi që nuk do të ketë nevojë të bëjë audicion.